Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët të datës 27 janar 2026, ora 7, nisim emisionin Ora Juaj dhe për ditën e sotme. Si zakonisht do të qëndrojmë së bashku edhe sot në këto 2 orë para të mëngjesit, duke ju përcjellë fillimisht lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Dhe do të kthehemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejt për drejt me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, sulmi me spray në protest, Bilani rash për tokë, musulmoi një person me uniformë policie, syti ka mende shumë të rëndë. Video, bie zjarr në disa banesa në Lushnjë. Reja përfundon në spital e asfiksuar. Foto, ky është autori që plagosi të bien dhe kolegun e saj në Durrës. Vrasja e Arjan Spahiut e Leona Libej dëshmon me video online për drejtësinë belge. Mbyllja e kadastrës Vlorë, KSSH kërkon pezullim dhe dialog social, cenohen të drejtat e punonjësve. Dyshohet se abuzoi me të miturën 12 vjeç që bie në prangat e policisë 39 vjeçari nga Dibra. Panik në Tiranë. Merr flak një makinë pranë kopshtit botanik. Një muaj pas përmbytjeve banorët pa përgjigje, nuk jemi dëmshpërblyer, malaj, vlerësimet po vazhdojnë, mungojnë faturat. Detajet dhe emrat nga aksidenti tragjik në Gramsh, viktimë mbeti një infermiere, shoferi dhe mësuesja në gjendje kritike, nisen drejt traumës. Deti hargjinaturën e Divjakës, dëme nga erozioni, sillin përzierjen e lagunës Karavastas me Adriatikun. Kadastra e Vlorës mbyllet, stafi proteston kundër transferimit, të rishikohet vendimi. Dosja Partizani avokati Amar Maltezit paraqet parashtrimet, data e seancës tjetër. Emrat plagosit të bien dhe kolegun e saj në Durrës arrestohet pas disa orësh 56 vjeçari. 50% e buxhetit për armë. Pirovengu për fuqinë ushtarake, ushtria shqiptare futet në epokën e raketave. Theomasën e arrestit Shtëpiaki vjen prangat 47 vjeçarit në Elbasan. Shkrirja e kadastrës së Vlorës ndez revoltën 55 punonjës kundër zhvendosjes në Tiranë. Del nga rruga dhe bie në Humner. Jep dorëheqjen ndallëndyshe Bici nga detyra e kryeinspektores, Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. E rënd në Vlorë zjarri me rjetën 85 vjeçari. Lejene zbardh skandalin e call centerave në Tiranë, 500 kompjutera gati për mashtrim, 8 të arrestuar nga GKK-ja. Graviti bankën në Shkodër, pranga 27 vjeçari. Video, gazetari Artan Hoxha thirrën në SPAK, një prova e fortë që dorëzohet te prokurorët për 21 janar. I armatosur me pistolet në mes të Tiranës, arrestohet 31 vjeçari. Rruga e rrezikshme e Luzit çon banorët në protest, çdo ditë kaloj me frikë në trotuare për shkak të kamionëve. Gjashtë vite pas tërmetit, bizneset e Durrësit të lëna në rrugë. Emri ishte në kërkim nga SPAK. Kapet në Dubai, aleati nga Kruja.
me 2 identitete i grupit të Rajave. Pamjet, ngjarje rënd në një familje në Durrës, çmendet babai dhe mbyllet hetimi për krimin e rënd në Korçë, Ilian Selmani, në gjyqje akuzuar për vrasjen e të dashurës dhe të 30 vjeçari nga Mamura si makti taksistëve dhe marketeve arrestohet për vjedhje për 11 vjedhje. Vrasja e Jani Aliajt në burgun grek dyshohet se u realizua nga Giuliano Halili. Emri dhe video dyshuar për 7 grabitje me armë dhe djegje makina, arrestohet 30 vjeçari me 2 identitete në Lezhë. Cikloni godet Italinë, por sa rrezikohet Shqipëria, ja çfarë sinoptikani Lajda Porja, surprizat e motit gjatë kësaj javë. Policia bastis shtëpinë e barit në Malsinë e Madhe, 5 të arrestuar, 4 prej tyre punojnë në sto shes, aratiset 36 vjeçari. Aksidenti rënd në aksin Librash del Basan për mbyset automjetit, 2 të lënduar. Denoncimi i policëve në Berat u kërkohet them parate orëve shtesë të kryera me urdhër zyrtar. Çadrat me vete, parashikimi i motit. Adebelena në Korridallo, saga e Gjakut që përfundoi me vrasjen e Jani Aliajt në burg. Video dërguar për të luftuar flagët në Rikum, zjarfiksja bllokohet dhe rrezikon të bjerë. Batalioni i forcave speciale. Stërvitje dimrore 72 orëshe, shiqeta Ilire 26, bllokohet rruga në Zvërnet, Serra e Fortë, rrezon Pishën, në mes të rrugës ndalohet qarkullimi. Video banorët Laprakës braktisen rrugën në gjendje skandaloze dhe pa kanalizime. Ndeti kthen mbrapsht Plera, Darzeza dhe Semani përballen me ndotje masive. Orikumi në zjarr, shpërthen vatra e zjarrit, Hera e Fortë përhap flakët. Plagosje me thik në Vlorë bie në prangat e policisë, autori 45 vjeçari i aratisur. Radhë kilometrike në Librash del Basan. Në fundjavë, e rënd në aksin Fierli Bofsh, udhëtoi me motor kur doli nga rruga, ndron jetë 35 vjeçari. Vlorë, shtimi rasteve me grip dhe viroza, mjekët ngren alarmin. Trafikuan 2.4 ton lëndë narkotike, apeli lënë në burg 8 anëtarë të grupit Raja, mes tyre djali ish deputetit Partisë Socialiste. Ndërkohë ndalemi te zhvillimet nga politika. Shkullaku, reagimi i forcave të rendit gjatë protestës Partisë Demokratike tregoi panik të qeverisë. Jeni mashtruese, debati i ashpër mes Kasos dhe Curit, votuat që Rama të shkojë në Washington. Pamje u lëndua gjatë protestës së Partisë Demokratike, fotoreporteri mos sulmoi një person në uniformë policie. Opozita në pakt me Ramën. Zhlima nëse Partia Demokratike do kishte një strategji tjetër, s'do e votonte.
Apo ftohen marrëdhëniet Shqipëri-SBA. Mushkolaj 18 paralajmërime amerikane për krimin dhe korrupsionin. Trump mos pëlqyeshmëri ndaj kryeministrit Kola, opozita pretendon se mungesa e tij në bord vjen nga Gjoni. Administrata Trump dërgoi sinjale kritike ndaj qeverisjes në Shqipëri ndryshe nga qasja ndaj rajonit. Drejtësia po i ekspozon gjeta korrupsioni është i përhapur në të gjitha nivelet e qeverisjes. Mbyllja e kadastrës së Vlorës, reagon drejtuesi politik i Partisë Socialiste Bledi Çuçi. 345 milion lek për partitë politike në 2026. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton fondin, Partia Socialiste përfiton shumën më të madhe. Të liçin foltore, thirrje për këmbgulje, qendresë dhe protesta të reja. Foltorja e opozitës flet qytetari, protesta e 24 janarit. Arriti objektivin. Foto dhe emri, zbulohet 99-shi që përgatiti padinda i prokurorit Olzdado për llogarit Bashkiaku. Zhupa, mbyllja e kadastrës në Vlorë është akt antikushtetues dhe goditje ndaj qytetarëve. Përpas Alimanin i qëndroi marrëveshjes me Turqinë dhe ngu brenda Washingtonit e Brukselit, rishikojmë strategjinë kombëtare, pakti Shqipëri-Kosovë-Kroaci kundër askujt. Blushi krim shtetëror, Ilir Meta u rrëmbye. Kryeministri Rama pritet në ceremoni zyrtare në parlamentin izraelit nga kryetari Ohana. Hoti ndryshimet në kodin penal shndrohen në mjet frike, kriminalizojnë qytetarët dhe mbron kriminalët. Konferenca e përbashkët në Izrael Netanyahu, Rama përfaqëson shpirtin e vërtet të Shqipërisë, një mik i madh i popullit hebre. Kryetari i Kuvendit Niko Beleshi takim me presidentin e Parlamentit Evropian Roberta Metsola. Foto dhe video, kryeministri Rama pritet nga homologu izraelit Netanyahu. Forumi për dialog politik Hasimi, opsioni më i mundshëm është që të bashkëpunojmë në funksion të një interesi të përgjithshëm. Formalizimi i ndërtimit, rriten pagat dhe kontributet për punojës. Gjykata e Apelit vendos këtë të hënë për kryebashkiakun socialist. Ekspertët paralajmërojnë për afrimi i ligjeve me Bashkimin Evropian nuk duhet të shndërojë parlamentin në formalitet. Berisha në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës vjon betejë kundër narkoshtetit. Lamallari, pavarësia e drejtësisë s'mund të përdoret për mosveprim apo zvarritje, duhet llogaridhënie. Vidi ligjësor i Sadushi, drejtësia e pavarur dhe e përgjegjshme si garanci për qytetarët. Partizani në gjyq, GKK rrëzon gazetarët se seanca live mund të prish procesin. Presidenti Begaj, drejtësia, garancia që i jep kuptim shtetit. Video, tabaku, 500 milion euro për akshin, por shërbimet digjitale nuk funksionojnë. Braçe krahason protestën e 14 shtatorit 1998 me protestën e opozitës, 28 vite me zjarr, po njëjta ndërtesë dhe njëjti qëllim. Kryeministri Rama ndan pamje nga Nova Side, Izrael, stacioni i parë, një tembull reflektimi për jetën, urrëtien
dhe çmimin e paqes. Shohim zhvillimet nga rajoni. E frikshme në Selanik shpërthen tubacioni i ujit në qytet disa të plagosur. Punonte për Vasilis Varelas u zbulohen krimet ndër vitet të Julian Halilit, i dyshuar për vrasjen e Jani Aliajt. Tragjedi në Greqi, shpërthim fatal në një fabrik biskodash në Trigala, 4 viktima dhe 1 i zhdukur. Gjykata jep vendimin ndaj Labet Kastratit, ish trupëroja e presidentit Rugova, dënohet me 13 vite burg për vrasje. Dyshime për manipulim votash në Drenas, policia nis hetimet pas rinumërimit të votave. Kamionistët në protest, paralizohet pika kufitare në Maqedoninë e Veriut, i bashkojnë blokades kamionistët nga rajone. Çfarë i bën lojrat mesdhetare të veçanta dhe pse Prishtina është në qendër të vëmendjes? Kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës në 31 janar hapet rruga për kryetar të ri. Incident në rrugën Migjeni në Prishtinë, 2 persona të përfshirë. Transportuesit e rajonal bllokojnë kufit me Bashkimin Evropian. Greva e kamionistëve të Maqedonisë së Veriut rrezikon qarkullimin e madrave në Ballkan. Abdi Xhiku, Lidhja Demokratike e Kosovës, i ka marrë gjithmonë vendimet në kuvend mes njerëzve të vetë me debat dhe pa frikë. Diplomati amerikan David Phillips thatëshin më kërkoi të mbështesja shkëmbimin e territorëve, unë refuzova. Pas 12 orësh të bllokuar, dalin minatorët e Trepçës. Zhdukje misterioze në fushë Kosovë. Era e fortë shkakton dëme në disa zona të Prishtinës. E rënd në Greqi, bie zjarr në një fabrik biskotash në Trigala, raportohet për viktima, disa punonjës dërgohen në spital. Shoqata e prodhuesve mbi 1000 biznese u nxorën padrejtisht në tregun e lirë të energjisë. Ndërpritet qarkullimi i kamionëve në pikat kufitare me Serbi. Ndërprerja e energjisë rrezikon jetën e minatorëve të Trepçës. Zgjedhjet e vitit 2025, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përgjegjëse për 3 dështime. Detaje nga gjykata e Prizrenit, 23 persona në paraburgim për falsifikim të votave. Eksplozivi prodhuar në Serbi kapet nga policia e Kosovës. Takimi mes eurodeputetëve dhe opozitës serbe, Vučić, Mqesharaku në botë. Shëndeti mendor Kosovë në rrezik, 13 vetë vrasje në 9 muaj. Shohim ngjarjen nga bota. Treni më i gjatë i çokoladës, surpriza vjen nga epiqendra e Roma ngretonet ndaj Teheranit, garda revolucionare të shpallet organizatë terroriste. Bojkotoni Bodrori, deklarata e bujshme e ish presidentit FIFA-s. Aeroplan mbajtësi amerikane Abraham Lincoln bëri në lindjen e mesme. SBA forcon praninë ushtarake në rajon.
Video rëshqitja e dheut në Sicili, evakuohen mbi 1000 persona nga banesat e tyre. Arrin rekord historik, Ari kalon nivelin $5.000 për ons. Vrau ish partnerët me nënën e djalit të tij, gjykata italiane dënon Gianluca Morinaron me burg të përjetshëm. Protestat në Iran dëshmi të frikshme për të lënduarit janë marrë protestuesit nga gardianët pasi janë operuar. Foto shpëtohen 4414 persona nga rriti i trafikimit të qenieve njerëzore, fëmijë dhe gra nga 119 vende të ndryshme. Video në ndecja portugeze qarkullonte nga Amerika Latine drejt Europës sekuestrohen 4 ton lëndë narkotike. Ukraina, SBA dhe Rusia rifillojnë bisedimet tripalshë ndërsa sulmet ruse godasin Kievin. Konferenca në Knesset, Lepid përgëzon Shqipërinë vendi i vetëm në Europë që nuk dorëzoi hebrejt. Elefanti sulmoi mini furgonin me turist, kafsha egër ngriti mjetin 2 rrota nga toka. Kur loja në trotuar kthehet në tragjedi, 26 vjeçari goditi me thikë të mitur 9 vjeçë në Lituani. Rrëzohet avioni privat në Mej, SBA, mbetën 7 viktima pas përplasjes së mjetit ajror. Vadeful, duhet një ndërhyrje më ashpër ndaj flotës hije ruse. Dorëzimi i Groenlandës, ministrja e jashtme Zakharova, Europa po tregohet vasale e kënaqur e Shteteve të Bashkuara. Sekretari i NATO-s paralajmëron Europa nuk mund të mbrohet pa Shtetet e Bashkuara. Defekt në shinat e trenit Madrid-Barcelona, autoritetet spanjolle ulin përkohësisht shpejtësinë. Rritet bilanci i viktimave nga moti i keq në SBA shkon në 17 numri të vdekurve. Virusi alarmues në Indi regjistrohen rastet e para pas përhapjes që nga 98-a zbulohet se buron nga bëjmë atë ndalimin e plot të importeve të gazit rus deri në vitin 2027 me gjoba të rënda për shkelcit. Operacion madhor antidrog në Itali zbërthehet rrjeti kriminal shqiptar që mbushi shtetin italian me lëndë narkotike. Na merrni Floririn por jo hebrejt, Rama të tradhtosh mikun është krimi më i pafalshëm. Rama në Izrael nuk mund të isha më mirënjohës, por jam i sigurt se Shqipëria që unë përfaqësoj me krenari. Kap me 30 kg lëndë narkotike arrestohet 28 vjeçari shqiptar në Itali. Pas vrasjes oficerit izraeli, nuk ka më pengje izraelite në Gaza. E rënë në Meksik 11 viktima pas të shtonave në një ndeshje futbolli. Zelenski marrëveshja e SBA-s për garanci të sigurisë 100% gati, i edhe printit Harry në Hollywood po dështon me sukses. Bëhet iniciative ndaj chatbotit të inteligjencës artificiale Grok. Dhe në fund lajme nga sporti. Presidenti Duka prezanton strategjinë Vision to Victory 2026-2030, ta kthejmë së bashku vizionin në fitore. Futbolli mbi politikën, Gjermania përjashton bojkotin e botrorit 2026. Flamengo këmbgul për paketa tani në dimër. Negociatat po shpejtohen. Presidenti i Barcelonës i pakënaqur me transferimin e
Dro Fernandos dhe Paris Saint-Germain, do flasim për këtë kur gjithçka të jetë zgjidhur. Dëmtimi Milinkovic Savic, portieri i Napolit humbet ndeshjen ndaj Chelsea dhe Fiorentinës. Rooney lavdëron Manchester United pas fitores surprizë 3-2 ndaj Arsenalit në Emirates. Emi Martinez nuk kryq portieri Aston Villas, po përballet me sezonin më të vështirë. Nxjerrën gomat e Formula 1 2026 McLaren dhe Red Bull prezantojnë makinat e reja për testimet. Gjendja e Michael Schumacher pas 12 vitesh, detaje të ralla nga jeta larg syrit publik. As kanguri nuk e ndal. Levin fiton Tour Down Under edhe pas përplasjes me gjitarin. Gvozdenovic dominuan ndaj Dinamos, lojtarët treguan maturi. Video Majani ashpër për penaltin çfarë duhet të bëj Bartesagi të pres krahun. Me këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit, ne shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit. Mos u largoni. Dytë programit në 7:31 minuta në komunikim të drejt për drejt me ju nga ky moment dhe deri në përfundim. 068 60 54 639 068 99 00008 numrat e kontaktit që i keni vazhdimisht në ekranet tuaja drejt për drejt edhe për ditën e sotme. Në pjesën e parë ju përcollëm lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Urdhëroni, mirëmëngjes. Rodi, Po. jam një qytetar dhe kam problem me pensionin e gruas. Po, më thuaj. Bravo. Unë ja kam paguar gjitha, ka 37 vjet edhe 6 muaj, 7 muaj. Po mam ka ndodhur një defekt në atë, në librez i ka komplet vitet e punës, i kam paguar dhe të gjitha detyrimet që më takonin. Po. Në momentin mua më dal edhe tek libreza e punës e ka të gjitha vullat. Ka problem 4 muaj tek listë pagesat. Po. 4 muaj që më penalizon për atë për pensionin e pleqërisë të plot. Pa faktikisht jam paguar të gjitha brenda ligjit. Shiko, Vetëm urdhë. kjo 4 muaj që ti thua ka probleme, ke paguar kontribut vullnetar apo ka punuar zonja? Ka punuar, i kam në librez vullat. Po ku ka punuar këto 4 muaj? Ka punuar në petrol. Tek nafta Impex. Tani ja kanë dhënë përgjigjen ata të institutit që nuk i llogaritin apo mendoni ju? Jo, unë i kam bërë, nuk i del emrin atë të listë pagesat, jo se nuk ka qenë në punë. Për 4 muaj? Po, për 4 muaj që ta mirë atë për këtë shtetën në 18.000 lekshit. I kam bërë dhe rivlerësim, vetëm se nuk i del listë pagesa. Zoja, është në pension tani apo jo? Po, është në pension. Pension pleqëria të plotë me dhe tani. Po këto penalizon tani për 4 muaj se nuk gjenë e listë pagesat. Jo s'gjenë, po unë e kam kërkuar. A i ka nejlu ka stile. A nuk ka di, pa vulla... Nuk i kanë hequr tani edhe nuk i kanë hequr tani. Jo tani jo. Qas për periudhën në atë. Po libreza është me vull se vajta dhe tek drejtoriun, këtë drejtësaj. Unë nuk mund të jetë tani ndërmarrjen ti je shtet me shtet, sigurime shoqërore, me Alpetrolin janë në ndërmarrje. Unë nuk mund të jetë tani pas 10 vjetësh atë Alpetrolin. E kuptova një. Në gjyq. E kupton Klodi? Po, e kuptova si logjik. Ideja është tani që ti e përmendën në fund për çështjen e gjyqit dhe për fat keq nuk ka një rrugë tjetër përveç se kësaj. Jo, unë nuk mund të jetë tani kur këto dy institucione janë shtetërore. Alpetroli është gjallë, nuk është se ka vdekur si ndërmarrje. Po shkoni atje. Po shkoni atje atëherë. Ku? Do të shkoni atje ta kërkoni pastaj. Vajta unë takova atë këtë drejtaj. Ky drejtori i sigurisë të pjet, Andis Oldashi. Edhe një, çdo më thon këtë drejt. Në kuptim që nuk është faja jote, se ti i ke plotësuar të gjitha, sa i takonte kryes tënde. Patjetër që s'është faja jote, pra po të shkosh atje për t'i thënë këtyre njerëzve që pse nuk ekzistojnë në listë pagesa. Po tani unë të Petroli nuk ndryshoj do tani se sa janë ndëruar atje, ke parasysh apo jo?
Megjithatë, unë do vete tek asitado, do I vë kërkesë me shkrim, që të gjendet vulat dhe ato. Po nëse nuk janë si do gjenden? Kush? Lisë pagesa. Ka qenë në punë, I ka marrë rogat, nuk ka qenë punë. Se ty ashtu nuk I vinte vulat në librez. E kuptoj, po ky, do më thënë, nga ana ligjore, edhe pse për mua është e papranueshme, shiko çfarë ndodh, që pavarësisht se dikush I ka vitet në librez, nëse këto vite nuk shoqërohen me listë pagesa dhe borderot e kohës, nuk janë llogaritur, ha? Ne e dim këtë gjë. Edhe pse është bërë gabim, jam dakord. Gjithsesi, okay, mund ta bëni edhe këtë gjë, po unë mendoj, por duke u referuar edhe rasteve të tjera, e vetëm mënyrë për ta zgjidhur këtë është gjykata, po për 4 muaj nuk ja vlen. Po ta di të unë të gjatë për 4 muaj nuk ja vlen, se do avokati, do ajo, a për 10 vjet të kemi vdekur. Ndaj po them. Nuk ja vlen asnjë drejtim, prandaj po them. Po, ja kjo është ajo. Okej, e kuptova dashur. Falenderoj shumë. Hajde, mirë pas. Ju dëgjofshi. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Doni. Alo? Po baje mirë telefonin, të lutem. Telefoni ka... Urdo? Nga Kruja është telefonoj. Po, përshëndetje. Për punë e ullishës. Për punë e certifikat banesë, e kam paga. Nuk të dëgjoj mirë, ndërruar, baje mirë telefonin. Për punë e ullishës. Aha. Edhe për punën e banesë, s'ka ma certifikat e la. Ke aplikuar? Ka apliku... Ka vite. Kur? S'kam qota... Nuk të dëgjoj, ndërruar, na merë më vonë. Faleminderit. Shkojmë në telefonat tjetër, përshëndetje. Alo. Urdhëro. Alo, jam unë. Po, ju e. Klodi. Po. Ti je? Po, unë jam. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shiko, kam një stadimun. Kam lesë të pitun, edhe tani në zonën për certifikati, thasha saj. Ajo ma ka dhirë vërtetim që pronësie. Po, ashtu është. Shiko, ka 10 vjetë. Ashtu. Jo, s'ka si problem. Ka të problem? Jo, ashtu quhet. Rofshore se isham në Merakun. Faleminderit shumë. Të lutem. Se ta i dhe certifikat pronësie, prandaj. S'ka gjë, ashtu kanë dalë më përpara, kështu dalin tani, po njësoj është. Se kam 12 vjet, 13, 15. Ta gëzosh. Rofsh, faleminderit shumë. Asnjë fare. Artist. Faleminderit shumë. Tjetër telefonues, mirëmëngjes. Urdo? Urdo? Nuk të dëgjoj. Të dëgjoj shumë largë, zotëri. Alo? Jo. Alo? Ashtë numri Klodit. Qfar? Ashtë numri Klodit. Është numri I emisionit, po afroj pak telefonin më shumë, se të dëgjoj goxha largë. Po shumë afër kam, shumë afër. E kam si ndjer me Klodin pak. Jam Klodi, pra. Po Klodi, Urdo. Jam nga rreth I Legës. Aha. Jam datinje 62. Po. Kam pa je për vite punë tek kooperativet. Mhm. Edhe unë nuk kam atje as një emër. Ku në listë? Në listë nuk kam as një emër. Aha. Kam paguar sigurim me shtetore rreth 23 vite. Vetëm ato kam në listë, unë nuk kam as një emër që kam të shkruar. Si mund të thej? Një kooperativa bujësore, a? Po, në zonën e Zadrim. Çfarë moshe keni punuar? 62 jam unë, kam punuar me 78. Jo, edhe një herë. Çfarë moshe thash, jo çfarë viti? 14 vjetë se kam dalë në punë, ose 15. E kuptova, shiko. Nga mosha 18 vjeç e lartë, juve do t'ju llogaritet kjo periudhë përmes ligjit që është miratuar. Ndërsa vitet nga 15 deri në 18 vjeç nuk mund të llogaritet nëse nuk janë të sakta dhe të rregullta, përveç se me gjyq. Po. Deri në 18 vjeç, sepse nga mosha 18 vjeç dhe lart, nëse ke punuar në këtë moshë, do të llogariten përmes ligjit.
Do hijen a priori ato. Ndërsa pjesa tjetër pastaj duhet të hapër gjyq. Jetë dokumenta dikun përdoro. Ju mund t'i kërkoni patjetër, por është pak vështirë sepse ka pasur goxha probleme në këto ish kooperativa. Asgjë të lutem, faleminderit edhe juve. Shkojmë tjetër telefonues, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Përmëngjes, si jeni? Mirë se jeni ju. Krodi, jam interesuar të di. Më dua dhe një vit e gjysmë që të mbush moshën e pensionit. Edhe momentalisht me vitet e punës i kam plotësuar sa është ajo 38 apo 37 8 muaj sa. Gati 39. Gati 39. Unë i kam plotësuar vitet që tashmë. Super. Por kam pasur një problem shëndetësor dhe mjekët me të cilët bën ndërhyrjen më thanë që të lindet drejta për të dalë në kemp nëse dëshiron. Dikush, një i afërm i imi, më tha që vlera e kempit nëse unë e përfitoj që nga 90% e pagës reale që unë kam. Është e vërtet? Jo, s'është e vërtet. S'mund jetë ashtu sepse para njerë paga minimale është 500 euro, 500.000 lek. Po. E s'mund jetë kembi 450. Më kupton? Po. Dhe është minimalja kaq. Pastaj imagjino se sa mund të marrë dikush. Po, unë kam pagën për shembull 850 euro. Po. Kështu që s'mund të kesh kemp se i bie pastaj që s'punojnë më njerëzit. Nuk punojnë njerëzit më pastaj, dalin në kemp të gjithë. Po. Po na do pagesë. Ka një bazë llogaritje kjo apo si? Po patjetër që është në bazë të viteve të punës, në bazë të grupit, kategorisë, përcaktimit të llojit të invaliditetit dhe gjitha këto, por jo nuk është me 90% pagës. Po kupton? Sa mund të jetë minimalja? Nuk keni ide. Minimalja 100 e ca. Po ka edhe 300 e ca. Urdhëro? Minimalja mund të jetë 100 e disa mijë lek të vjetra por mund të jetë edhe 400 e ca mijë lek të vjetra. E për pikërisht sepse unë e kam neto, e kam 850 euro pagën. Po s'ka lidhje me pagën, nuk ka lidhje me pagën, i nderuar, dhe nuk është 90% e pagës, se nuk ka person që trajtohet me kem 700.000 lek. Më kupton? Nuk ekziston kjo, pavarësisht diagnozës dhe asaj se çfarë përcaktojnë mjekët dhe komisioni. Dhe kjo s'është çështje dëshire pastaj, por duhet të plotësosh kushtet shëndetësore, në kuptimin që të kesh një problematik të tillë që të plotësosh kriteret e kempit. Po ju çfarë problemi shëndetësor keni? Kam bërë një ndërhyrje, kam vendosur një pacemaker. Çfarë ke vendosur? Një pacemaker në aparat në shpatull. Ndihmës për zemrën. Mund edhe mos jetë pjesë e kategorisë përfituese për kemp kjo i nderuar. Gjithsesi, juve jeni akoma në kohë për të aplikuar për kemp deri pa plotësuar 65 vjeç. Se në momentin kur plotëson 65 vjeç pastaj, pavarësisht arsyes shëndetësore, nuk mund të trajtohet dikush me kemp. Pra kur kalon mosha e punës. E po problemi se mos më bie është problemi se mos më bie më pak pasaj kempi edhe sigurisht që në kempin në momentin që mbush më pak se sa rroga po thua, po më pak se sa pensioni. Po. Se pensioni pra shikoj që mund të mbi minimumi 500.000. Nuk të del kembi minimumi 500.000. Të del më pak. Absolutisht. Sigurisht po. Mirë, faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Kalojmë në një moment shumë të rëndësishëm në fakt përpara se të vazhdojmë komunikimin e drejt për drejt me ju. Do flasim për pensionen, do flasim. Dhe sot do t'ju sjellim një shembull kuptim plot se si ju përmes kontributeve tuaja i jepni jo vetëm vlerë paras tuaj, por mbi të gjitha i jepni siguri të ardhmes tuaj. Dhe do të marr një shembull shumë konkret për ta kuptuar të gjithë ju. Do të marr dy emra të rastësishëm, me Elvisi po themi dhe Eltoni, Okej. Kush e ka emrin Elvis dhe Eltoni, përshëndesim. Për ta kuptuar dhe për t'ja u sjellë si shembull konkret. Po themi që Elvisi ka investuar për një periudhë 20 vjeçare 4.000 euro në vit për 20 vite me radhë në fondin e pensioneve në Sigal dhe më pas
ndaloi së kontribuari. Dhe çfarë bëri më pas? Këtë vlerë që ishte grumbulluar, pra vlerën e akumuluar, e reinvestoi në fond për 20 vite të tjera me 4,55%. Ha? Në rregull deri këtu. Dhe asetet e tij në moshën 60 vjeçare, dini se sa ishin? Sa do thoni ju? 323.000 euro. Po, e dëgjuat mirë, aq është 323.000 euro. Ndërkohë, Eltoni nisi të kontribuoj kur ishte në moshën 40 vjeçare, për të kuptuar dhe për të shkuar fiks te mosha së bashku me Elvisin. Po aq edhe ai, pra 4.000 euro në vit dhe Eltoni kontribuoi në moshën 40 vjeç dhe në moshën 60 vjeçare pastaj, pas 20 vitesh, ai kishte në llogari 131.000 euro. Do të thoni pse më pak. Më pak sepse i pari bëri reinvestim të asaj që kishte investuar më përpara dhe fal vlerës 4,55%, pra kthimi vjetor, shuma shkoi aq sa ju dëgjua 323.000 euro. Pra, është një mekanizëm shumë i mirë aty që funksionon përmes llogaritjeve, i cili e përkthen në fitim disa fisha të që ti ke kontribuar dhe investuar për vite me radhë për veten tënde. Kështu që është momenti për ta bërë sot, në mos me shifra të tilla, ju mund të kontribuoni sa mund të keni ju dëshirë për mbi të gjitha mundësi, por mund të kontribuoni patjetër edhe më tepër se sa kaq. Mos e neglizhoni, janë mesazhe këto që ne i përcjellim çdo ditë, por më besoni janë shumë të rëndësishme për atë se si do të jetojmë ne një të ardhme jo dhe aq shumë të largët, dhe se sa të lehtë mund ta kemi në rast se ne do të arrijmë që të bëjmë këto lloj kombinimesh dhe llogarish për veten tonë, duke hequr pak nga kursimet tani, të cilat punojnë gjatë kohës që ne punojmë për veten tonë dhe për të ushqyer familjen apo për të përballuar ato kostot e jetës, ndërkohë ky fondi që është aty për pension privat në Sigal punon njëkohësisht për ne. Pra ti e ke atë dhe ajo shtohet çdo ditë, çdo muaj, çdo vit me shembullin që sapo ju përcollëm pak më herët. Kontaktoni në numrin e mëposhtëm në 069 40 61 438 dhe do të keni shumë sqarime dhe detaje të tjera për mënyrën se si funksionon pensioni privat e ku më mirë se sa në fondin Sigal. Faleminderit Sigal. Ndërkohë ne rikthemi komunikimin të drejtë për drejtë me ju. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si kalon? Mirë, si jeti? Mirë. Jam në Zotin Albesani. Po. Unë kam dalë kem që në vitet 2013. Po, këto 33.000 lekë në bashkia që ka pas qenë në bashkia për pasë të shio këthëja në pensioni vetë, unë që kam marrë asë një, kam marrë vetëm 27.000 lekë. Nuk e di pse, pyrësën e këte ka që takon, nuk e di. Një sekundë, edhe njërë. Sa i ke pensioni? Në fillim 200 Jo, mos më ngatron në fillimin e ruar. Sa i ke sot pensioni? 390. 390? Po, ka që kaluar. Po, ishte 7.000 lekëshin që, 33.000 lekëshin që në takon këte, përshë unë se kam marrë një, që në vitë 2013. Nuk e di pse ishte 7.000 lekë. Pse ishte 7 dhe jo 30? Po, jo 33, se 33 ka qëmë, përshë për invalitit. Atë të bashkis po thua? Po. Po sa vite ke që e merë kaq? Qështë në vitë 2013? Së di pse? Ke pyetur në njërë, si e bërë kurios? Kam pyetur kaq takon, kaq takon. Nuk e di, unë i valid pune jam, nuk e di. Po ndoshta dhe aq të takon, si e ke emrin? Pyesim ne pastaj, po me qëse ke marrë përgjigjen, besoj se do ta thonë gjë tjetër. Urdo? Hasan Kotorri. Hasan? Kotorri. Po babai? Aqif. Ku jeton ju? Aqif? Në Elbasan. Okej. Të pyesim për të hequr meraku, po sa kohë ke marrë përgjigje, do thotë që aq të takon se su bë për 5.000 lekë që do fitonin ata, kupton se aq i bie 6.000 lekë. Jo, për ty jo, ti je në rregull, nëse do takon 6.000 lekë, ti je në rregull, po them për ta që nuk besoj që do kishte ndonjë ndryshim për të hequr 6.000 lekë nga ajo që ju takon juve. Po s'po them që mos e kërkosh ti se 6.000 lekë është, edhe 1 lekë është i joti, patjetër. Nuk po them këtë gjë. Gjithsesi e sqarojmë, dakord?
Dakor. Përshëndet shumë. Kur do marrni si përgjigje Po besoj këto ditë çfarë është sot, e marrë, nesër ndoshta. Dakor. Falenderoj shumë. Gjithë të mira. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes ti Klodi. Përoni. Alo. Po urdhë. Po Ismet Martina jam. Ismet si je? Ismeti. Ismet si Martina që ke fol pak disa herë. Ismet si je thash? Urdhë? Të përshëndeta dhe unë thash si je? Po, mirë. A ka rënë bora ndaj apo jo? Ja, e hoqje tash, zati po ja fillon prapë duket. Kush e hoqi më? Apo shkriu? Alo? Shkoj me tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Alo, Urdhë. me Klodin flas? Klodi jam. O Klodi, jam një banor këte në Mihanës e komunëra Bërzhit. Tokat e pazhërnuara ben me certifikat në Agjenci e Kadastrës? Jo, sepse duhet të bëhet azhurnimi i zonës. Po, kartë një në Tirana me fjalë është dikush dhe i ka marrë kështu me certifikata çdo gjë. Kjo e ka marrë me na 5.000 si është 7.501 ka marrë shtëpinë edhe 2.800 metra, por nuk e ka marrë aty, por ka filluar ka marrë te kufit e tjetrit. Edhe? Ç'do më thënë kjo? Edhe tani me certifikata si i ka dalë se? Si i ka dalë më zotri? Duke aplikuar. Është e pazhërnuar. Po E gjithë Mihaja, gjithë fshati nuk është azhurnuar. Si ka mundësi që të me nuk të del certifikata po që e pa azhurnuar. Do jetë azhurnuar zonave, sepse ato nuk ato bën. Si t'ja bëj që ta nisë kështu privatishta si ashtu që ta dish kush është. Pa nismo në këto rrjete sociale i përdorti? Jo. Pse kështu? Se gjithsesi do të komunikoj me këtë. Mirë, ma dërgo dhe të pyes të Duhet kadastrin. të përmend emrat, se do të thash pastaj apo po. Çfarë do përmendosh më? Jo, që të përmend këto emrat që kush e ka marrë, do thosh ti, po. Çfarë kanë marrë? Po që ka marrë tokat këtu pa azhurnuar që kanë bërë certifikata. 7 certifikata ka bërë, ka marrë kujt e Ç'mo duhet mua me ata, zotri, unë jam me ty që ke problemin, me ata që kanë zgjidhur problemin të them. Tani si do bëjmë për këto? Ore, ata mund ta kenë bërë dhe në palishmëri, po kjo s'do thotë që duhet ta bësh dhe ti në palishmëri. Jo, palishmëri, po s'ma bën njëri mua pa. Po edhe sikur ta bëj vjen një moment që të kthehet keq ajo pastaj. Kupton, kështu që më mirë me rregulla dhe me Po s'ka bërë gjithë fshati azhurnim. Ma dërgo. Ma dërgo. Jo, e dërgoj këto tokat kështu të azhurnuara, që pa azhurnuara dhe janë bërë certifikata. E kuptova pra. Më dërgo atë se ku ndodhet edhe të komunikojmë pastaj. Dakor? Falenderoj shumë për telefonat. Gjithë të mirat. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Jam në prej që kam folë për 2 javë, në Trënojt kam marrë. Po. Për vitet e punës që ishin në moshë. 75, 78. Po. Edhe s'kam marrë përgjigje nga jo. Ku kishe punuar? Me kooperativ, po tjetër në kooperativ. Çfarë moshe? Moshë në 75, 78. Sa vjeç ke qenë atë? Të vitit. E të 14 vjeç dhe në 18. Nga 18 e kam marrë në to. Mi kanë qujtë, nëse këto s'mi kanë qujtë këto. Kuptova. Mi kanë zjerë të rregulla se kam djurë emisionin dhe Dje më ka ardhur përgjigja, juve jeni futur automatikisht me ligjin e ri. Dhe kam, kurdo? Juve nuk ju llogaritet ajo pjesë, nga 14 deri në 18. Po. Prit se miku, se dje ka marrë përgjigje. Ke marrë telefon ti? Urdhë? Ti më thej që do ashtu llogaritën po të jenë të rregulla, më thej. Po pra, nuk janë të rregullta, këtë po të them nga përgjigja e ISSH-s. Drejtoria e Përgjithshme e Sigurimeve Shoqërore ka thënë që periudha e viteve e moshës nga 14 deri në 18 për rastin tënd nuk është e rregullt në bazë dokumentacioneve dhe nuk vërtetohet se ka punuar. Ndërsa pjesa e moshës 18 vjeç është njohur a priori për shkak të ligjit në fuqi. Po moshën 18 po mi kanë futur më po në mosha 14. Ajo vetëm me gjyq i nderuar. Është e vërtetuar dhe është përgjigje
zyrtare nga ISSH-ja. Po të kuptoj, po thash se ata mi kanë zgjerë të gjitha nga fondi, nga ditë e punës me vull me gjitha sigurimet. Ato janë të pasakta nga mosha 14 deri në 18. Janë të pasakta, Po i dashur. Nëse ti mendon që ja vlen për t'i gjetur me gjyq, patjetër që mund ta ezaurosh. Mirë, falenderoj shumë për telefonin. Kalojmë në publicitet. Përdorni prostator për gjithë ju që keni probleme me prostatën, është zgjidhja ideale, e duhur dhe funksionale. E thon kjo jo vetëm nga mjekët, por edhe nga ata të cilët e kanë përdorur për një periudhë të caktuar. Publicitet vjen pas pak. Dhe kemi në studio në pjesën e tretë të programit. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhoni. Jam interesuar për atë. Vetëm ulë zërin e televizorit, të lutem. Nëna me 3 fëmijë. Ulë pak zërin e televizorit, të lutem. Albania, por nuk më del. Do të ulin zërin e televizorit, ju lutem. Pa e ula. Po, më thuaj. Jam interesuar për atë ligjin që ka dalë nëna për 3 fëmijë. E bëj tek Albania, por nuk më del, nuk më. Për cilin aplikim? Për atë ligjin që nëna për 3 fëmijë. Për cilin ligj pra? Që përfitojnë për atë përfitimin. Çfarë përfitimi është tash? Për ligjin që ka dalë që kanë nxjerrë Kuptova, po ti, domethënë juve nuk dini ligjin dhe më thoni e kërkova dhe nuk ishte. Cilin ligj po kërkoni? Çfarë përfitimi? Nëna me shumë fëmijë. Edhe? Që e përfitoj që të bëhet aplikimi tani deri në 30 mars. Kë përfitoni? Ma thuaj të lutem, më dashur. Atë ka ligjin që ka nxjerrë Edi Rama, nëna me shumë fëmijë. Për çfarë? Çfarë përfiton? Më thuaj për çfarë do të aplikosh që të shpjegoj dashur se. Aplikimi pra për nëna me shumë fëmijë. Për pension, 50 vjeç, 55. Jo. Ligji i ri që ka nxjerrë Edi Rama datën 22 për nëna me shumë fëmijë, për përfitim. Në cilën datë? Që fillon datën 22. Kur 22? 22 janar. Nënat me 3 fëmijë? Po, nëna me 3 fëmijë. Unë nuk e kam dëgjuar këtë ligj. Unë di ligjin e nënave me 3 ose më shumë fëmijë që do të paguhen sigurime shoqërore. Nuk e di këtë ligjin që thoni, unë di ligjin tjetër që nënat me 3 ose më shumë fëmijë. Po. Do të paguhen sigurimet shoqërore. Okej, në rregull. Këtë du, nëse dini tjetër ma thoni, se ndoshta jam I pa updateuar. Jo, kjo është. Po kjo nuk ka dalë tani dhe nuk fillon tani, kjo ka dalë që në 2023. Nuk kupton? Dhe nuk është nevoja për të aplikuar, nëse po flasim për këtë. Po. Sepse në moshë pensioni, ajo do të llogaritet pastaj në bazë të certifikatës së lindjes së fëmijëve që keni. Më kupton? Dhe nuk është nevojë për bërë aplikim, thash, nëse flasim për të njëjtën gjë. Më kupton e dashur? Po, e kuptoj. Nëse është ky I njëjti, se unë tjetër nuk di, për nënat me 3 ose më shumë fëmijë do të paguhen sigurimet shoqërore. Okej, faleminderit. Dhe nuk ka nevojë për aplikim as në Albania, as te sigurimet shoqërore, sepse llogaritet vetë në sistema. Okej. Dakor? Dakor. Faleminderit shumë edhe juve. Për telefonatë, shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhoni. Po Nazmiu nga Laçi. Pensionin e minatorit. Si? Nazmiu nga Laçi për pensionin e minatorit që ku morë para 5 ditë. Po, si është problemi Nazmi? Shtesa. Ndjes. Urdhë? Nuk është bërë shtesa, them. E di, sa kishe pensioni Nazmi? 358. Çfarë pensioni? Minatori. Ku jeton? Në Laç, Shkurbim. Në qytet? Po. Me sa vite ke dalë? Me 22 vite kom dalë me pension para koshëm, pastaj kom dalë pension plot në 2019. Me sa vite? 42. Të plota? Po. Në cili vit ke dalë? Në 99-ën kom dalë me pension para koshëm të minatorit. Po. Dhe në 2019 me pension plot, 55 vjeç. Nazmit, ajo fatura e vogël si e ke të shënuar pensionit, ajo fatura që merr pensioni? Pensioni plot. Okej, do ta marrësh në shkurt.
A keni pyet? Si mendoni ju? Unë mendoj që po, se unë për ne kom besim. Janë bërë dhe disa gabime, i nderuar, Shumë faleminderit. të cilat zyrtarisht nga institucioni na kanë thënë që do të rregullohen në muajin shkurt. Faleminderit. Dakor? Respekt. Asgjë, të lutem, faleminderit juve për telefonatë, shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhë. Unë sigurimin i kam paguar të plota. Pensioni më erdhi i pjesëm. Vajta pa e qita ke sigurimin në Cerik. Po. Edhe më tha, jo, tha, ti je i rregull, tha. Kam bërë gabim ata, tha, po të rregulloj unë këto, tha. Okay. Edhe më dhanë 6.000 lekë, nga 18 merë më dhanë 6.000 lekë. Edhe këto që të ka ngelu pa marrë, do të i fusu në për muajin tjetër. Po, shumë mirë ka thënë. Po dëgjoj. Kjo e futa një, apo e futin të lartë? Si? Kjo i rregullon, them unë, kjo që më tha mu. Shiko, edhe rregullojnë vet ato pa kërkesë. Në rast se ti ke shkuar atje dhe ata e kanë bërë regabimin, ty të korrigjohet si pjesa e parë e pensionit që të ka dalë keq, dhe i pjesshëm, ashtu edhe pjesa e kthimit të përfitimit që merr nga muaji janar. Klodi, je shumë i mirë. Nëse ai të ka thënë kështu, lëri atij në dorë patjetër sepse e rregullon, nuk ka shumë. Nuk pa shumë, po do të pyesë ty tani, se jam shtëpi të marr ajo, madje ka edhe shumë raste kur sistemi i kap vet gabimet, qoftë për shumë apo qoftë për pak që mund të ketë marrë dikush dhe i korrigjon ato, ja u kthen personave që kanë marrë pak. Po, Klodi. Gjithsesi ne këtu jemi për çdo gjë. Kur flasim me ty, ndjem një ngrohtësi të veçantë. Faleminderit shumë, e vlerësoj pa mas. Je shumë i përpik, shumë i mirë. Mirëpafshim, ta kalosh mirë. Edhe juve, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Gjithë të mirat, faleminderit. Shkojmë me tjetër telefonues, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë jam një nan me shumë fëmijë dhe kam dalë 55 vjeç në pension. Po? Edhe e kam gjurë që nanat me shumë fëmijë marrin 18.000 lekë, kurse unë 8.000 lekë mora atje. Shiko, varet sa e ke pensionin, zoj. Sa e ke pensionin? Pension kështu kam dalë unë, para kohë me kërë, me non me shumë fëmijë, nuk kam dalë me pension plot. Sa ke dalë pension pjesshëm pra? Po. Dhe sa e ke pensionin, përveç kësaj që more? Përveç kësaj që more, 165.000. Po, aq të takon e tash. Aq sa keni marrë. Mirë? Faleminderit. Asgjë, të lutem. Qofshi mirë dhe ju. Telefonata, mirëmëngjesi. Alo? Kemi? Mirëmëngjes. Alo? Urdhëro. Mirëmëngjes. Klodini? Klodi jam. Po së dëgjoj fara. Po se di pse. Alo? Po? Unë jam në Elbasani. Më thuaj. Kam shoqetime që nuk ka darë asë kepë, ose s'mume pa qeshtë, nuk ka asë pension, asë i fargjoje. Gruaja? I në do 2 vjetë që dali pension, 62 vjetë sa dali të gratë. Aha. I me qa mund vepërju, qa mund duhet bërë një gjanë, që kjo kepë nuk merë. E s'mume me kanë, pa qeshtë me kanë. Kontribut ato nuk ka sigrume, nuk ka fara, dhe punë fare. Dëgjoj pak tani, po s'po kuptoj cila është kërkesa juaj. Urdhë? Çfarë po më kërkoni tani? Si unë duhet të interesohemi që ku të mbushim mojë 62 vjetë, qa mund të bëjun? Kur të mbush zonja 62 vjeç? Po. Sa vjeç është zonja? Sa është zonja? 60. Zonja del në pension afër 63 vjeçë. Po. Por që të dalësh në pension duhet kesh vite pune minimumi 15. Duhet kesh vite pune sa 15? Minimumi 15. Pastaj sa më shumë aq më mirë. Mirë, po unë s'ka ditë punë fara, po do të paguaj një gjallë? Po nëse ja vlen të paguash 15, kjo është në mundësi tuaja financiare pastaj. E të kuptoj, faleminderit. Dhe ti po pate aq lekë çoj te fondi Sigal aty dhe bëj shumë. Kuptoj, që ti dali pension tamam duhet paguja 15. Po del pension tamam, është minimumi ajo që mund paguash. Minimumi, po, kuptoj. Po ti kesh ato lek ose mbaj ose investoj diku tjetër.
Po, të kuptoj. Se i bie shumë, apo jo? Po, nuk ka shteti ku dalë mbushi moshë, nuk ka Ka një moment, por pensioni social përfitohet në moshën 70 vjeç. Po, të kuptoj. Duhet presë edhe 10 vjet, zonja. Faleminderit shumë, Klodi. Asgjë fare, të lutem, faleminderit juve. Gjithë të mirat. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Urdhoni. Marr pension invaliditeti të plot. Po. Sa përfitojnë në klebi? Invalidët, pavarësisht asaj se sa e marrin, në rast se nuk kalon 300.000 lek, marrin 6 apo 7, sa është prit? Po unë e kaloj o Klodi. 6. Nëse kalon 300.000 lek, nuk merret i nderuar. Nuk marrë, Jo. Edhe një gjë tjetër. Po, më thuaj. Pensioni pjeshëm 137.000 lek, sa përfiton? Pensioni pjesëshëm sa? 137.000 lek. Për vjetra. Një sekund. Urban apo rural? Rural. A, rural. Sa e ka? 137.000. Ku jemi? 137.000 deri në 180, por 10.000 lek. 10.000 lek përfiton. Faleminderit të ndi. Asgjë fare, të lutem. Faleminderit dhe ju. Gjithë të mirat. Presim tjetër, mirëmëngjes. 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 Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, i nderuar. Unë jam një pensionist që kam dalë në shkurt 2024. Aha. Po, më thuaj. Edhe shkova mora tash i pensionin, kam dalë me vlerën 267.000 lek. Po. Po. Shkova mora pension nuk isha që do shtese. Kam 39 vite e 8 muaj. Ku jetoni ju? Në Tiranë. Në qytet, pra? Në qytetën Tiranë, Lerrit. Në mos e si e vetëm ti në Tiranë, ka dhe që janë nga fshatra. Shiko, kur ke dalë pension? Në shkurt të 2024. Ke dalë me vitet plota, apo ja? 39 dhe 8 muaj. Dhe sa ke pensionin sot? Sot e kam 267.000 lek. Po të shne? Edhe shkolla morë pension, po s'pata asë lloj shtese. Shiko, mos ndoshta ka të bëjtë e vlera kjo, sepse pensioni dhe që edhe munde, se kjo është mesatare. Mund t'jetë bërë dhe gabim, Nëse është kështu si thoni ju, është bërë gabim. Nëse kam ndonjë gjë që nuk e dim aktualisht. Ja, pra unë ti tregova histori. E kuptova. Prandaj po them që me kaq sa më thoni ju takon ajo 18 që. Më kupton? Po mos ndoshta është te kjo te vlera, sepse pensioni mesatar urban sot është 273.500 lek. Më kupton? Ma jep emrin që ta konfirmoj. Behar Prit. Kërleshi. Baba i Behar? Nureddin. Ti s'ke pyetur, a? Jo, mos e s'jam dhe për të... Jo, dakor. Për të lëvizur. Nuk po them gjë, jo. Thjesht për informacion, nuk po them pse s'ke pyetur. Mirë, zoti Bujar, do pyesim. Neve. Behar, jo Bujar, o? Behar, pra thash. Pse thash Bujaru? S'ka rëndësi. Jo, nëse thash Bujar ndjes, po këtu e kam shkruar Behar. Behar, okej. Mirë, faleminderit. Ndoshta më gjova gabim. S'ka gjë, mund ta kem thënë edhe unë gabim, po gjithsesi si ka që e kam shkruar siç duhet. Faleminderit shumë, ë. Jesh mirë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, Klodi. Po, urdhë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Klodi, të pyes për diçka. I kemi ne tash shtesat në muajin shkurtë që vuan në janar? Edhe një herë se dëgjova mirë. Në muajin e janar në muajin shtesat? Po. Tash në shkurt kemi të tjera? Është e njëjta sa e ke tani pensionin. Po mora 10.000 lekë shkresë. Po 10.000 lekë do kesh pra, po jo 20, 10. 10, a? Sa e ke pensionin tani bashkë me 10 qenë?
350. 350 do marrësh prap. 350? Po. Po 350 i mora unë në janarit, tash i shkurtit? Aq për do marrësh prap. 350 bashkë me 10 që në janarit. Të tjera nuk shtohen, a? Po jo, vitin tjetër dy fishohet ajo. Do të shkurtit jo. Po shtesë quhet ajo. Jo, thot. Po shtesë për një muaj, për 2 të jo, s'ka. Po dhe 2 të 10 është pra, po jo 360. Pra nuk është vetëm një muaj, po është në të gjithë vitin ajo. Unë tani po. Ha? Po, më rregull zjarova, rrofsh. Se nuk është bonus. Bonusi hiqet e merret një herë në muaj dhe të zbret prapë pensionin sa që kisha. Që ngelet. Po ngelet ajo. Aq sa që ke marrë në janar, aq do marrësh deri në dhjetor. Po tash i ka në fund në prill, në maj kështu jo. Ato janë indeksimet pastaj që patjetër që të bëhen sepse janë të detyrueshme. Po. Mirë? Faleminderit, rrofsh. Edhe ty faleminderit për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Jam një pensioniste, edhe pension marrë 150, nuk e di sa mund të marrë të. Çfarë pensioni keni, zonjë? Unë kam pension prej 20-21 vitesh. Jo, çfarë lloj pensioni, ku jetoni? Si është përcaktimi i pensionit? Jetoj në Lushnjë. Në qytet? Në qytet, por e kam pak të shtetit, më të madhe në kam të kooperativës. Sa lek merrni në pension, zonjë? 150. Kur ke dalë në pension? Kam dalë në 27 qershor. Të vitit që kaloi? Të vitit që kaloi. Me sa vite punë? Rreth 21 më duket. Rreth 21 vite? Po. Nëse ke urban të pjesshëm, meqense je në qytet, nëse ke urban të pjesshëm për caktimin se duhet e ketë ajo fatura që merr pensioni për caktimin se si është, nëse ke urban të pjesshëm do të marrësh 8000 lekë të vjetra. Po, faleminderit. Po duhet parë, kaq sa më thoni, ti duhet të jetë e morët janari. Nuk e kam marrë janarin faktikisht. Besoj 8 të vjetra. Ordo? Besoj 8000 lekë të vjetra me aq sa më thoni. Po, faleminderit gjithsesi. Faleminderit juve. Gjithsesi thot zonja. Faleminderit. Presim tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Urdhëro. Alo. Urdhë. Një pyetje kam për zonë Klodi. Më thuaj Klodi. Vetëm ule zërin e televizorit, lutem. Ule pas në televizorit. Ule zërin e televizorit. Unë ma 231.000 lekë pension. Më dëgjon? Po të dëgjoj shumë mirë. Alo. Po të dëgjoj. Unë ma 231.000 lekë pension. Pensionin e kam të plot, 37 vite pune. Kur ke dalë në pension? Ura? Kur ke dalë në pension? Kam 2 vjet. Jo, nuk ka qenë 37 atyre, ka qenë më shumë. Ju do merrni 8000 lekë. Sa i kishën falë edhe një herë? 231.000 lekë. Jo, juve nuk ju takon shtesë. Ura? Nuk ju takon shtesë. Nuk më takon të marrë? Jo, sepse e keni mbi 220 dhe është pension urban i pjesshëm. Mirë, dhe kur faleminderit. Jesh mirë, ma. Një telefonat, nuk i ndaj unë legët, që të kuptohemi. Dhe nuk kemi asgjë për të ndarë këtu, që mërziteni pas asaj që ju themi. Alo? Alo, Klodi? Shëndetje. Shëndetje. Urdoni, zonjë. Kam motrën dhe më ka dalë në pension në vitin 2008. Fillimisht, ja këshim për llogaritur gabim vite dhe futur në kategorinë e pensionit të pjesshëm. Mbas një muaj, vetë sigurinë shoqërore e rregulluan se duke zjarri llogaritë, edhe doli me 37 vjet punë në moshën 57 muaj, 6 muaj. Aktualisht, duke i rritur dhe masën e pensionit mbas rilogaritjes, aktualisht merr 320.000 lekë të vjetra, kuptoj. Mori pensionin e janarit edhe nuk ju llogarit shtesë. Se i ka ngelur akoma kategori e pensionit të pjesshëm. Pensioni i pjesshëm nuk e merr në atë vlerë pensioni,
që ka. Po, edhe pse ju rillogarit edhe ashtu, mos duhet vetë ta sqaroj vetë në sigurinë shoqërore. Ose të shkoj ta sqaroj atij ose të bëj një kërkesë për rishqyrtim pensioni përmes Albanias. Po. Këto dy mënyra janë. Faleminderit. Asgjë, dashur. Faleminderit juve. Për telefonatën? Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes Yll. Alo. Urdhëro. Klodin desha i qik. Ule zërin televizorit. Shumë faleminderit. Po. Më fal. Urdhë. Ule në zero, zërin. Të lutem zonjë. Se s'kemi kohë për të mundur. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Alo, Klodi. Zonjë, do flisni apo ta mbyllim? Po. Flisni pra, ju lutem. Klodi, jam një banore nga Durrësi. Dhe ke letra që marr pensionin, e kam pension pleqërie të plot. Po. E kam 219.000 lekë pensionin. Po. Dhe tani dua të shkoj ta marr dhe siç kam gjuar këto shoqit e mia ca po ca jo. Interesohen për veten time, sa më takon të marr? Kur ke dalë në pension, zonjë? Po kam dalë para 7 vjetësh, 6 vjetësh, jam 68 vjeçe. Me sa vite pune ke dalë në pension? Po pra zot nuk e maj men, po ke letra që marr e kam pension. E di, ashtu kanë shumë që e kanë të shënuar, por nuk është vërtet i plot. Kështu që duhet, po nuk e di se, po se di se ndryshon ajo, nëse ti ke dalë me vite të plota, patjetër që të takon e plota, por nëse ke dalë me vite të pjeshme, të takon 1000 lekë të vjetra pastaj. Jo, e kam pas vitet e punës të plota, i kam pas... Nëse është kështu si thoni ju, maksimalen do marrësh pastaj. Nëse është kështu si thoni ju, ku banoni ju, zonjë? Unë banoj në Shkozet, lagja 14 Shkozet në Durrës. Dakor, ç'të them. Po është kështu si thoni ju, do marrësh të plotë edhe pagesën 18.000 lekë. Po është ndryshe, do marrësh 1000 lekë të vjetra. Mirë, faleminderit, Klodi. Mirë dashur, s'ta them dot se duhet më thuash saktësisht vitet e punës me sa ke dalë. Që ti se mban më. Po nuk e maj men pra. Po mirë, s'ka gjë. Po shko me, pse se ke marr pensionin e janarit, si vonë është? Po pra pashu e kam datën në fund, e kam dhe unë e di që ke letra që marr thot pension pleqërie i plot. E di, e kanë pothuajse të gjithë kështu, pension pleqërie i plot, por nuk është i tillë. Po mi pa nga që e kam 219, po them unë me shtesën që u bën në tetor, e pata 214, na ushtuaj 5.000 lekëshi dhe më vajti 219. Me siguri kjo është do ishte në pension të pjesshëm e dashur, dhe nëse është i pjesshëm të takon 1000 lekë të vjetra. Faleminderit, po nuk e besoj, faleminderit. Po mirë, çfarë them unë tani? Atëre përse më pyesni. Gjithë të mirat. Kalojmë në mesazhin e përhershëm që ne ndajmë çdo ditë me ju, por më shumë se sa kaq është një lloj domosdoshmëri ose kujdesi drejt për drejt që ju bëni për veten tuaj. Besoni është zgjidhja ideale në të gjitha kuptimet që e marrim, sepse ne mund t'i futemi ose mund të ndërmarrim një iniciativë në jetën tonë, përditshme, por do marr parasysh dhe rreziqet. Kështu që është ndër ato të pakta raste ku nuk ka asnjë lloj rreziku dhe asnjë lloj frike, sepse e para njëherë ti mund të bësh pjesë e fondit Sigal për pensionin privat me pak të ardhura, sigurisht mund të bësh edhe me shumë të ardhura, çdo gjë përmes dokumenteve ligjore të monitoruara nga institucionet përkatëse, por mbi të gjitha, ato paratë të cilat ti investon sado qofshin, nuk shkojnë askund tjetër përveç se në llogarinë tënde bankare. Dhe nëse ti ke një shumë të caktuar pas 5, 10, 15, 20 apo 30 vitesh, e ke gjatë gjithë kohës në telefonin tënd. Dhe e kontrollon her pas here sa është sot, sa ka shkuar, sa do të shkojë nesër dhe kështu me radhë. Ndaj investoni për veten tuaj në pensionin privat, ku ka më mirë se sa në fondin Sigal me rreth 4.6% kthim vjetor në llogarinë tuaj bankare, këtë fond të cilin ju mund ta përdorni si të dëshironi. Qoftë në formë pensioni të mërmuajshëm, qoftë në të gjithë vlerën e menjëhershme duke e marrë atë sado qoftë, por qoftë edhe duke riinvestuar. Ne jo më kot ja u sollëm atë shembullin, të cilin do ta publikojmë edhe pas pak në të gjitha rrjetet sociale, për të kuptuar se si një vlerë jo shumë e lartë sot bën diferencën nesër, dhe ajo shtohet kështu papritur dhe pa kuptuar as vetë, duke thënë se si është e mundur. Po, është e mundur, sepse kjo punë shkon zinxhir. Pra, nga investimi i kompanisë në kapitalin që menaxhon për pensionet private, tek kthimi i
qytetarit në vlerën për rreth 4.6%. Kështu që mos e humbisni sepse ju kështu i shtoni parat tuaja. Dhe nuk ka një mekanizëm tjetër më të mirë se sa kaq, se si ju ato kursime që keni u jepni vlerë, i shtoni dhe i përdorni për veten tuaj, përdorni për familjen tuaj. Fondi është i trashëgueshëm dhe nuk humbet kurrë, pavarësisht se ndoshta dikujt mund t'i ndodh një fatkeqësi. Fondi është i trashëgueshëm dhe nuk humbet, ndryshe nga pensioni shtetëror, kur ndërpritet aty ku ndërpritet dhe jeta e pensionistit. Ndaj, telefononi në 069 40 61 438, mos e humbisni këtë mundësi, dhe jam shumë i lumtur të ndaj me ju lajmi që shumë persona, madje duke i shoqëruar dhe ne, kanë arritur që të bëhen sot pjesë e fondit Sigal për pension privat dhe ndajnë eksperiencë fantastike duke na shkruar dhe ne her pas here dhe duke u shprehur të penduar sepse nuk e kam bërë diçka të tillë më përpara. Ndaj bëje sot edhe ti. Faleminderit Sigal, mirëmëngjes, telefonata në rast se kemi kohë. Okej, kalojmë në publicitet dhe do të kthehemi pas pak në minutat e fundit. Dhe kthehemi në studion në të fundit pjesë të programit. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Kemi pushim. Mirë, jemi në 068 60 54 639, 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Në zotin Klodi po flas. Po, Klodi jam. Ne do të bëj një pyetje. Unë kam dalë në pension nga miniera, 14 vjet pune, dhe pension dhe vite pune gjithsej 35. Kam dalë me ligjin me 55 vjeç në pension. Më takon shteta 18.000 lekë? Shiko, kur ke dalë në pension dhe njëherë të lutem? Si vit, apo si... Si vit, në cilin vit ke dalë? Si vit, kam dalë, do me thënë, në janar të 2015. Me sa vite ke dalë në atë kohë? Me në atë kohë kam dalë me 35 vite punë. 14 vjet në minjerë. E kuptova. Sa ke marrë shtesën i nderuar? Kë shtesë? Të janarit, amore, janar. Jo, prandaj po them. Sa e ke pensioni sot? 410.000 lekë. Jo, nuk i takon i nderuar. Po ai tha që minatorëve u takon, prandaj. Çfarë do lloj? Po unë nuk thash nuk u takon minatorëve, i dash. Në rastin tuaj nuk ju takon, sepse kjo rritja që po bëhet nga janari i këtij viti, do të bëhet në rastin më të mirë për pensionet e plota deri në 400.000 lekë. Po kupton, pra nëse dikush e ka 380 pensioni, rritja është e tillë që shkon deri në 400. Nëse dikush e ka 400 dhe më shumë nuk përfiton nga kjo rritje. 410 është me gjithë kompensimet, drita, ujë. Po, futen edhe ato, s'ka rëndësi. Futen, a? Po, patjetër. Do atë nuk më takon më. Jo, i nderuar, sepse thash, shtesa është deri në maksimumi 400.000 lekë dhe kush e ka plotësuar këtë 400.000 lekë me pension të mëparshëm, nuk e përfiton. Rofsh, faleminderit. Lutem, faleminderit e ty për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroj tash. Të mora thash mos kemi ndonjë përgjigje nga Luizmi. Për cilin rast, të lutem? Kam problemin e oborit të shtëpisë. Po, më ke nis dokument? Ta kam sjell Klodi, kam folur një 2 herë. Po ku, ma thuaj se unë nuk i mbaj mend nga zëri, më vjen shumë keq, do doja shumë që t'ju mbaj mend gjithve nga zëri, por nuk mundem. Kam dhënë një numër telefoni. Sa janë 3 shifrat e fundit? 474 474. Po. S'ma ke nisur. Si e ke emrin? Allaman Demiraj. Po s'ma ke nisur me këtë numër. Jo, numri është imi, po... Një sekund. Umi është në imër të Allamanit. Po, ku ma gris dokumenti, se me këtë numër nuk kam asnjë dokument. Në Instagram. Në Instagram? Me çfarë emri? Anisa Demiraj. Një sekund. Mos e mbyllë. Në cili ka dasën ndodhet kjo? Sa ta gjej? Këtu në Tiranë.
S'më ka nisur gjë mua. Nuk kam asgjë me këtë emër dash. Po që në ndorë ta kam dërguar. Po si ta gjej? Kam marrë dhe 2 herë në dhjetor, e thash po të marrë dhe një herë tani, ma se ka në i përgjigje. Unë s'po gjej kush ma ka nisur, edhe mund të ketë përgjigje. Anisa Demiraj, në Instagram. Nuk më del. Po ketë hollu edhe me vajzën. Po mos ka emër tjetër pastaj. Jo, Anisa. Anisa i kontrollova gjitha Anisat. Ma i numrin tënd telefoni zonjë. Ma thuaj. 067? Ma nis do të veti mua? Jo. Po pse? 067? Po, 35? 11? Po? 474. Ti s'ma nis do të vetë? Dokumenti do prapë. Po jo prapë unë s'po e gjej tani me këtë emër. Po të shkruaj një mesazh aty, ma nis te ky numri. Sa po të shkrova, mirë? Nuk para i përdor, Klodi. Klodi, po mund të të marrë në telefon? Urdhëro? Mund të të marrë vetë në telefon? Po të kam shkruar. Ke një mesazh, pasi ta mbyllësh ke një mesazh aty, mirë? Mirë, shumë faleminderit. Edhe ty faleminderit shumë. Gjithë të mirat, shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Larguar. Pak çaste presim. Në 8:34 minuta jemi. 15 minuta nga fundi, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Me Klodin po flas? Klodi jam. Okej. Jam një zonjë nga Kuçova. Kam dalë në pension në gusht me pension të pjesëshëm. Edhe pensioni më doli 214.000 lekë të vjetra. Sa të doli? 214.000 lekë të vjetra. Edhe mora tani muajin e janar, më takoni ky bonus sa e shtesë. Sa more, 6.000 lekë? Po. Aq të takon? Po pse më takon aq? Po sa të takon? Po 214, marri më pak dhe marri 10.000 lekë o 5.000 lekë. E vërtet është? Po si është kjo punë? Të ta shpjegoj. Ti e ke 214 apo jo? Po. Atëre, pensioni i pjesëshëm, siç jeni juve, po, do të rritet deri në 220.000 lekë. Aq vajti. Po, aq vajti. Dhe 214 dhe 6 bëjt 220. Nëse do e kishe 210, do merje 8. Pa ne kemi kontribuar shumë më pak pa na japi. Sa do që ta themi ne gjithë ditën këtë gjë, prap 6 do marrësh. Po çfarë si kështu? Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Gjithë të mirat. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Është larguar. Mirë. Bukur. Jemi me 2 linja paralelisht, kështu që... Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Jam një pensionist në Tiranë. Kom dalë që 8 vjetë në pension, kom me 36 vjetë e gjysë. Po unë pensioni plot, e këto shtesat se të këna nëzirë probleme dhe ty nga pensionistat. Ska gjë jo, pra nda jemi këtune. Edhe më ka ardhë shtesa, marri 193.000 lekë pensionin, edhe marri 8.000 lekë. 8.000 lekë, ashtë të takon ndëruar sepse është i pjesëshëm si pension. Po, është me vitet plota, po... Po jo, nuk është, s'ka të bëj vetëm atë. Pensioni, pagesa, vlera, është e pjesëshme dhe 8.000 lekë ju takon. Falënderoj. Asgjë fare, të lutem. Shumë faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Klodi je. Klodi jam. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Kam dalë në pension në 2004. Në 2004? E 4, po? Po. Jam bojnë më litë i grupit parë në 2008 e në vërzim. Kam kërku shtesën ke komuna edhe në thanë që ki 20.000 lekë që i ka qenë nuk të takon. Ka unë zime më seru pëse së takon. Cili nuk të takon? Në thanë nuk të takon. Qfarë? Se
kisha dënë pension. Çfarë nuk të takon, zotri? Nuk të takon, a? Çfarë nuk të takon, se të dëgjova? A? Nuk të takon, ajo, nima që ke komuna 30.000 lekë për invalid, unë kam dënë pension, ma s'ka ne kam dënë invalid. Jo, nuk të takon ajo. Faleminderit. Tani, Faleminderit e ty. Po? të dysë për gruan. Gruaja ka dënë pension, si non në 6 kalamaj, me 26 vjet e 6 muaj në 2003. Edhe ati ajo Fletushka e ka pension si pas periullave. Tani, qa kupton me këtë kuptim se marrë dhe si pas periullave? Se kuptova pyetjen, çdo më thon pension sipas periudhave. E ka shkruar me atë pension sipas periudhave. Pension kooperative. Fala, është në pension zonja. Po është pension, pra. Çfarë problemi ka? Po ka problem. Tani, ajo 26 vjet e 6 muaj, ajo në 6 kalamaj, ajo do të ketë pension plot, që i ka datë 2003. Se ka pension të plot me 26 vite punë. Si? Po s'mund ta ketë pension të plot me 26 vite punë, ajo prandaj ka dalë pension përpara viteve të moshës, sepse është nën me shumë dhe ka dalë moshën 50 vjeç apo jo? Po, 50, tamam. Kështu që përfitimi aty është, ajo ka dalë praktikisht 10 vjet më përpara se sa pjesa tjetër e zonjave që nuk kanë shumë fëmijë. Dhe përfitimi këtu është, po nuk do thotë që ka pension të plot, sepse vitet nuk i ka të plota. Jo, 26 e 6 muaj. Jo, nuk janë vitet plota, do kështu që në rregull ka, s'ka asnjë problem. Asa i kanë dalë, kur ka dalë fillim pensioni, ka dalë 30.000 lekë, 34.000 lekë vjeta. Po mirë, ashtu ka qenë koha deri, po sa e ka tani pensionin? Tani ka 150 sa, po dhjën. S'ka asnjë problemi, i nderuar, është në rregull pensioni i zonjës. Po mirë, nuk takon ai. Jo, invaliditeti jo, i dashur. Më fal tani, unë flas me këtë, pse nuk më ka dhënë ta 30.000 lekë që ke komuna, tonë jam invalid? Sepse nuk të takon, i nderuar. Po pse të takon tani? Unë kam dalë. Po mirë, tani nuk ta ka shpjeguar institucioni pse s'të takon. Unë ta jap. Mas pensionit kam dalë në kempon. Po pra, po sepse ke dalë mbas pensionit. Po, e vërtet, faleminderit. Po, faleminderit edhe ty për telefonatën. Gjithë të mira, shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kam nga Gjermania, jam një shqiptar. Good morning. Guten Morgen, si thua? Kam meqen në shtetësinë e Shqipërisë dhe kam bërë dokumenta për rifitimin e shtetësisë. Po, ish bin Klodi, unë du? Jam mirë me gjermanishten apo jo? Po, e di. S'më dëgjon. Po, më thuaj. Dhe çfarë ka ndodhur tani? Dhe kam 4 muaj që i kanë shku dokumentat në Shqipëri dhe nuk di çfarë është bërë. Ku i ke dërguar dokumentet, zotri? Në ambasada e Berlinit në Gjermani. I ke dërguar në Shqipëri? I kam mbyllur dokumentat dhe i ka nisur për Shqipëri ajo. Okej, po ku i ka nisur në Shqipëri, në cilin institucion? Nuk e di, po presidenca duket. Kuptova. Do më japësh një numër telefoni? Numër telefoni 0029. Po. 172. Brdo? Po shkruaj. 172, 79, 79? 59, nish. Edhe njerë. 0029, 172, 79? 97. 97? 59. Po një sekund, 59 apo 89? Jo, 59, 5. 59, 2 herë? Po, edhe një ishën punë. Edhe një ish. Atere, ta the mu dhe ti ma konfirmo. 0029, 172, 97, 59, 1. Okej. Rifitimi e pasaportës. Rifitimin e në shtetësis, Ardian Bajrami. Ti s'ke WhatsApp të kjo numri, jo? Jo, kam. E po s'ke.
Kam WhatsApp, kam. Po te ky numri jo. Me te numër. Po nuk ka te ky numër, ose ma ke dhënë gabim pastaj. Nuk ke WhatsApp këtu, që të më dërgojnë një dokument. Po te ky numër nuk ke WhatsApp. Si ja bëjmë? Nuk e di. Mund të marrim prapë? Mund të marrim prapë? Mund të marrësh prapë, po më duhet një numër me WhatsApp. Ose këto rrjete sociale po i përdor. Me WhatsApp, s'kam numër tjetër. Po te ky numër nuk ke WhatsApp i dashur. Çfarë them? Ku më të marrim përgjigje për dokumenta? Po mua më duhet një numër me WhatsApp i nderuar. Ti te ky nuk ke. Nuk kam tjetër numër tjetër. Një sekond. Okej, do ta zgjidhun, s'ka gjë. Dakor? Okej, në rregull, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën, shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Alo. Urdhoni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni zoj. Jemi banor të lagjës 14 shkollëzet në Durrës. U lezoni në televizorit, lutem. Edhe jemi përmbytur 2025-ën, na kërkuan numrin e llogarisë. I kemi quar, edhe na thanë që s'kemi fond. Të ti marrë sot me 2016-ën, edhe 2016-ën e u përmbytëm. I qumë, tani s'kemi as shtresa, as gjë, na thonë presin në marsi, në aprilli. Për 2025-ën. Ashtu, ha? S'keni marrë asnjëherë kompensim? Asnjëherë. Jemi përmbytur disa herë, asnjëherë nuk na i kanë dhënë. Leni këto 2010-ën, 2017-ën, 2014-ën, leni këto, po këto tjera të pakën 2025-ën ta marrim, se jemi me një, nuk e di se çfarë të them, ekstrem. Jemi ekstrem. Ku banoni ju? Pasha zotin, po flim me divanet të tjerëve të falura. Ku banoni ju, zoj? Në lagja 14 shkollëzet. Ke kolidimi makinët. Ono? Si emri kryet familjarit? Jemi, gjithto jemi. Urdhë? Do numrin? Jo, emri kryet familjarit. Saqi Sherifi. Okej. Faleminderit. Faleminderit dhe për te ishte. Okej. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Unë jam në linjë. Po, të erdhi radha, mund të flasësh tani. Po. Përshëndetje. Urdhoni, zotri. Alo. Urdhë? E me ju të flas? Po bashkë, vetëm duhet ulësh zërin e televizorit aty. Po, një minut. Më thuaj. Ja, e ulla zërin e televizorit unë të shi? Po të bie edhe një telefon aty. Alo? Urdhëro. Me Klodi flas? Po, Klodi. Të shi unë jam një qytetan nga Durrësi. Bashkëshortja ime ka dalë në pension në vitin 2010. Po. Me marrë pensioni rreth 7.000 lek. Dhe tashti ajo pensionin e ka 292.000. Po. Me të vjetrat, Si vjetërsi pune e ka ka dalë me 32.2 muaj. Dhe në kohën që doli në pension, na u tha që të paguanim edhe për 3 vjetë sigurime shoqërore që të plotësoshin vjetërsia tamam 35 vjetë. Po, më dilte problemit, lutem. Ashtu. Problemi është domethënë që kjo klasifikohet me pension urban të pjesshëm. Të pjesshëm, po. Tashti, 32 vjetë punë, plus 3 vjetë u kompensuan me sigurime plotësuese,
Tashi edhe quhet pensioni pjesëm. Kështu që kjo nuk përfiton në këtë shtesën që është dhënë tash në bazë vendimit të Këshillit Ministrave. Sepse ka mbi 220.000 lekë. Urdhë? Sepse ka mbi 220.000 lekë. Po pikërisht, jo, unë nuk e kam fjalën këtu. Pse është futur në pension të pjesëm, është klasifikuar në kategorinë pensioni pjesëm. Po. Kur ka dalë në pension, do të thënë ose atëherë dhe paguam me 3 vjet të tjera që të plotësoheshin tamam 35 vjet. Po pra. Është pensioni pjesëm i nderuar, sepse çdo periudhë që mbulohet me sigurinë vullnetare në rast se nuk është vetëm me punë, futet automatikisht e pjesëm. Domethënë si vitet ti i ke, po jo për efekt pensionit të plot, sepse në rast se do ishte i plot, edhe vlera e pensionit do ishte më e lartë si pensioni plot. Prandaj është i pjesëm. Mirë, dakor, po pse na thanë që paguani me 3 vjet të tjera? Shiko, po në rregull e ke atë se po mos kishe paguar 3 vite do e kishe edhe më pak tani. Kështu që aty e ke atë brenda asaj të parave. Më kupton e nderuar. Okej. Që praktikisht njësoj ke. Faleminderit shumë. Kemi kohë për një tjetër të fundit. E mbyllim. Ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët dhe u bët pjesë. Ne takojmë gjatë ditës lajme dhe nesër në emision.